You have engaged yourself and your Ju e keni angazhuar veten dhe potencialet tuaja në qeverisjen e mirë. Mendimin politik, grupet kërkimore e kështu me radhë. A keni mundur ndonjëherë të loboni për disa vende të vogla që të qeverisen në mënyra më demokratike ose në vende të mëdha apo të tjera ku keni udhëtuar, keni lobuar për diçka më shumë në aspektet e qeverisjes apo thjesht një grup kërkimor për të dhënë ide, sepse mundësi keni, para keni, sa praktike kanë rezultuar të jenë për ju grupet tuaja kërkimore. To go back into a little bit of history. So I grew up in Paris. Po, nëse kthehemi pak pas në kohë, unë jam rritur në Paris. Që i ri isha shumë interesuar për idetë, filozofinë dhe politikën. Në atë kohë isha në fakt shumë i majtë. Madje nuk doja të mësoja anglisht. Very left wing. I didn't want to learn English. I was very a billionaire. Një miliarder i majt. Okej, në rregull. I was very Po isha shumë kundër imperializmit, pra isha larg botës biznesit dhe shumë i përqendruar në botën e ideve, por më pas ndjeva se duhej të njihja botën reale. Kështu që kalova në anën tjetër, le të themi në anën e errët. Mësova anglisht dhe u njoha me kapitalizmin. U zhvendosa në Londër dhe më pas në New York. Në fillim, sinqerisht nuk kisha mbështetjen e familjes sime. Kështu që jetova shumë thjesht dhe kjo ishte gjë e mirë. Më mësoi shumë. What was the package they Cili ishte minimumi që mund t'ju jepnin apo asgjë fare? Bare minimum? Pretty much nothing. Po thuajse asgjë në fillim. Por ja dola disi, ndoshta pata edhe fat. Fillova të bëj disa investime, shumë modeste në fillim, por ato u shtuan mjaft mirë. Për një periudhë të gjatë u mora me investime dhe ato funksionuan. Megjithatë më pas fillova të kuptoj ndoshta jo aq shpejt sa duhej se nuk isha vërtet interesuar për botën e paras. Edhe pse ishte shumë e dobishme, më mësoi shumë dhe më dha mundësinë të udhtoj nëpër botë. Por u ktheva tek ajo që më interesonte vërtet, bota e ideve. Rreth 15 vite më parë bashkëthemelova një institut që merret me ide, reforma politike, reformat kapitalizmit, por dhe me pyetje më filozofike. Kush po bëhemi si njerëz përballë teknologjive që mund të ndryshojnë vetë natyrën tonë, si modifikimi gjenetik, inteligjenca artificiale apo kompjuterët kuantik. Gjithashtu jam shumë interesuar për gjeopolitikën. Mendova se bota do të ndryshonte shumë dhe kështu ndodhi. Mendova se lindja do të bëhej shumë e rëndësishme. I felt that the East was going to become much more important, and today our institute has a center in the US, in California. Sot instituti ynë ka një qendër në Shtetet e Bashkuara, në Kaliforni, një në Europë, në Venecia dhe një në Kinë, në Pekin. Sapo kam ardhur nga India ku po shqyrtoj mundësinë për të bërë diçka të ngjashme sepse besoj se nga pikpamja kulturore dhe politike vendet të tjera në botë do të bëhen gjithnjë më me ndikim. You, Albania, have had a very, let's say, Ju, Shqipëria, keni pasur një histori shumë të lëvizshme dhe të ndryshueshme gjatë dekadave të fundit. Keni qenë dhe jeni ende në një kryqëzim kulturor, ekonomik dhe madje dhe gjeografik. Në institutin ton, për sa i përket qeverisjes dhe pyetjeve që shtrojmë, si mund të përmirësojmë demokracinë, ne punojmë para së gjithash me ide, por në disa raste dhe me zbatim konkret. Këto janë shumë të vështira, sepse merremi me çështje thelbësore dhe strukturore. Nuk jemi partijak, nuk angazhohemi për një parti apo kandidat saktuar. Përkundrazi, bëjmë të kundërtën. Kemi një qasje afatgjatë dhe punojmë mbi çështje themelore. Për shembull, në Kaliforni ku jetoj, kemi punuar për ndryshuar procesin e referendumeve, i cili është shumë i rëndësishëm atje. Kalifornia në një masë të madhe qeveriset përmes votimit qytetarëve për çështje të ndryshme. Por ky proces është shumë i keq projektuar dhe ka qenë burim keq menaxhimi. Jemi përpjekur dhe kemi arritur deri diku ta reformojmë atë. Kto janë ndërhyrje shumë strukturore dhe janë të vështira. Ende nuk kemi arritur të ndryshojmë aq sa duhet. Ndaj vazhdojmë të punojmë dhe është një proces i gjatë dhe i vështirë. Në Europë, gjatë krizës financiare, gati 20 vite më parë, kemi punuar shumë me qeveri të ndryshme për idenë që Europa duhet të federohet më shumë për të qenë efektive, në politikën fiskale apo në politikën e jashtme. Por dështuam. Dhe mendoj se Europa ende nuk ka arritur të bashkohet sa duhet. Çdo krizë të jep përshtypjen se Europa do të bashkohet më shumë, por çdo herë
ka qenë shumë e vështirë. Kriza financiare, pandemia Covid, lufta në Ukrainë, ndryshimet në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, gjitha këto nuk kanë arritur ta çojnë Europën drejt një bashkimi më të madh. Por këto janë pikërisht ato gjëra për të cilat të paktën 20 vite më parë u përpoqëm shumë, që Europa të kishte më shumë kapacitet për të vepruar si një e vetme dhe dështuam. Kështu që ne fokusohemi tek gjërat shumë strukturore. Në disa raste mund të kemi sukses, në disa të tjera jo. Kjo është mënyra jone të punuarit. Jo afat shkurtër, por afat gjatë dhe strukturore, jo taktike. This is the way we do things, so it's not short term and very structural as opposed to tactical. The most difficult and hard thing is to do structural reforms. That's for sure. So you have gone to the core. Reformat strukturore janë padyshim më të vështirat për të realizuar. Ju keni shkuar në thelbin e problemit dhe sinqerisht më manit kjo që dëgjoj. Cilat janë, le të themi, mendimet apo dilemat filozofike tek të cilat përqendroheni më shumë, ato që lidhen me kohën tonë, me problemet që kërkojnë zgjidhje sot? Times in problematic and issues that have to be solved. Like you were saying, where do you have those? Duke përmendur dhe qendrat tuaja dhe vendet ku I zhvilloni. And where they are in place. And I was thinking so much about Yuval Harari things. Më erdhi ndërmend shumë tipologjia e Yuval Harari, sepse janë të paktë ata që arrin të ndërthurin historinë, filozofinë, traditën dhe vlerat njerëzore me problemet strukturore të botës sotme. Ku qëndroni ju në këto dimensione të reflektimit filozofik në këtë kohë? Let's say, dimensions of questioning philosophy in these times. Yuval is very good at asking the questions and he's very good at Yuval është shumë I mirë në ngritjen e pyetjeve dhe në shpjegimin e dilemave. Mendoj se bota ka qenë gjithmonë interesante, por ndoshta tani është në një moment veçanërisht interesant sepse po ndodhin disa gjëra të rëndësishme. Së pari pas luftës dytë botërore, bota u bën në një farë mënyre një e dominuar kryesisht nga mendimi perëndimor. Kapitalizmi, tregtia globale, bota u ndërlidh gjithnjë më shumë me rregulla, teknologji, vlera dhe komunikime të përbashkëta duke u bërë më e sheshtë, madje edhe kulturalisht më uniforme. Por ajo që kemi parë në 10-20 vitet e fundit është në fakt një kthesë e kundërt. Dhe kjo kthes sipas meje është rikthimi I çdo qytetërimi dhe kulture tek rrënjët e veta. Kina që ishte bërë më perëndimore është rikthyer tek identiteti I saj dhe sot është shumë kineze. Rusia është kthyer te rrënjët e saj, jo drejt perëndimit apo Europës. India po bëhet sërish më indiane, duke u kthyer tek traditat e saj të thella historike. Edhe Amerika po përpiqet të gjejë një mënyrë për t'u rikthyer tek disa prej rrënjëve të saj. Ndërsa Europa mendoj se po has vështirësi. America is trying to find a way to get back to some form of roots. Europe, I think, is struggling. Being divided. Europa po përçahet më shumë se sa po ribashkohet. So from a world that was getting flat, today, the opposite. Yeah. So you have this interesting moment. Pra nga një botë që po bëhej gjithnjë më e sheshtë, sot po shohim të kundërtën. Jemi në një moment shumë interesant ku kemi disa qendra të mëdha fuqie. Kina, India, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Europa, që janë thellësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Mendojnë ndryshe, kanë prioritete të ndryshme dhe në thelb kultura shumë të ndryshme. Dhe kjo po ndodh në të njëjtën kohë me zhvillimin e teknologjive gjithnjë më të fuqishme. Teknologjia gjithmonë ka qenë një mjet furnizues, por sot jemi në një moment të pazakontë, sepse teknologjitë që kemi krijuar mund të ndryshojnë vetë natyrën tonë. Modifikimi gjenetik nënkupton që një ditë mund të kemi fëmijë që I modifikojmë vetë, që I projektojmë se kush duam ne që ata fëmijë të jenë. Inteligjenca artificiale është rasti I parë ku ne krijojmë një teknologji që do të ketë fuqi veprimi, që do të ketë aftësinë të na dalë nga duart. Një teknologji që është më shumë se një teknologji, është një inteligjencë, një kapacitet, një aftësi. Kështu që këto janë shumë të pazakonta sepse po përzjejnë kulturën, aftësinë për të bërë gjëra në nivel planetar dhe teknologjitë që u mundsojnë aktorëve të ndryshëm të ndikojnë vërtet tek njëri tjetri dhe të ndikojnë në planet në një mënyrë që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Pra jemi në një kohë shumë të pazakontë ku duhet t'i bëjmë pyetjen vetes. Jo vetëm se kush duam të jemi, apo çfarë duam për këtë botë, që është ende disi ajo që ne mendojmë se është e jona, por çfarë duam që kjo botë bëhet. Cila do të jetë bashkëjetesa jon, jo vetëm me natyrën, por edhe me teknologjinë dhe me agjentët që do të jenë pothuajse si një specie e re. Kështu që këto janë pyetje shumë thelbësore.